ka nikur prap kjo. Ka nikur prap. Kemi Rozelën. Rozela është e re, 25 vjeç dhe ka emigruar me llotari. Natyrisht të gjithë kanë emigruar së fundmi. Nga karriera në bank, thot, në Shqipëri, ajo tani ka punuar në aeroporte, në punë shumë të thjeshta, jo, nuk kishte lidhje fare me karrierën e saj, apo në Walmart, në këtë qendrën e madhe të supermarketit nga më të mëdhenj në Amerikë. Dhe thot që nga feministe, thot u ktheva nga dikush që më mban burri me lek. Dhe thot më mirë të më mbaj burri me lek, e punoj jam për burrin tim, se sa të punoj për këta. Ka dhe një rezistencë dhe sidomos kjo ndrimi i statusit është shumë e rëndësishëm. Rozela, po, përshëndetje. Ti ke ikur në Amerikë një vit që je atje, bashkë me bashkëshortin, keni shkuar me llotari dhe thua që uren faktin që nuk je në lëkurën tënde, pra nuk bën atë që ti ke bërë, apo do të bësh, apo meriton të bësh. Më thua një çik më shumë për jetën në Amerikë. Unë jam 25 vjeç. Para se ta në Amerikë jetoja në Tiranë, në atë periudhë isha thjesht e lidhur me burrin, por kur më ra mua llotaria, u martuam dhe erdhëm të dy bashkë këtu. Ishte hera e parë që largohesha nga Shqipëria për kohë aq të gjatë, ishte hera e parë që jetoja vetëm. Edhe gjithçka domethënë ishte e re për mua. Plus që kur erdha në fillim, qëndrova tek shtëpia e xhaxhait tim për rreth 1 muaj ose 1 muaj e gjys. Derisa ne arritëm që të gjenim një shtëpi me qira, domethënë, me shumë peripeci, sepse duhej që ishte credit score, duhej që të kishe garantor, shumë gjëra burokratikote, domethënë. Në momentin që gjetëm një shtëpi me qira, u larguam nga xhaxhai im edhe filluam që të jetonim vetëm. Në fillim domethënë u marrëm me këto DoorDash, me këto Uber, që mund t'i bësh vetë me makinën tënde, pa punoni për Uberin për këto, shpërndarjes së ushqimeve. Po. Pastaj në momentin që një shoqja ime më sugjeroi që të filloja punë në aeroport, në një pozicion që kishte qenë edhe ajo vetë para. Nisëm punë në aeroport, pak eksperiencë ullëse, le të themi, sepse unë nuk isha mësuar që të bëja fizike, edhe aty filluam do të thënë intensivisht punë fizike, ishte një punë që duhet të ecje mbi 25.000 hapë në ditë. Ishte shumë e tmeshme, do të thënë edhe kam pjesa orarit, duhet të çohesh në 2 natës, shkoja në punë 4. Më fal, çfarë aeroporti është ky 25.000 hapa? Chicago. Aeroporti i Chicagos. O sa i bukur është ai. Është shumë i bukur, është shumë i lezetshëm, por e mbaj mend. Është gigant, është shumë i madh. Ne kishim një pozicion që duhet të ndihmonim pasagerët që kishin pamundur, pasagerët invalidë. Për lloj arsyesh, domethënë që ata nuk ecnin dot, le të themi, që të shkonin tek gate-i i tyre. Edhe ka dhe që ecin, këtu në Shqipëri ke sa të duash, që sa ikin jashtë të më kujtu. Kjo ishte e tmeshme, sepse nica e tyre ecnin, thjesht për tonin. Jo, ta them unë se ke këtu pafund i çojnë fëmijët që të kalojnë lehtë, prindrit kur ikin jashtë, kështu i aplikojnë për karrocë, që ato ta kalojnë lehtë dhe ti çojnë edhe të mos presin në radha, nuk e di domethënë. Edhe pastaj të tërçoheshi, se kam parë dhe unë edhe ka qenë njerë një numër shumë i madh që unë çuam gjithë në këmbë. Pa hajt më. Edhe ishte shumë punë e vështirë. Plus se ti e di që amerikanët janë shumë të shëndosh, shumica. Edhe shumica që përdornin këtë shërbim, domethënë thjesht përfitonin. Mua kjo gjë më shpifte. Pra ti shtyje 25.000 hapa, shtyje karrocë obez, ato janë obez 300 kg sipër. Kuptoj. Po, ishin jo të gjithë sigurisht, nëse ishin pleq ose njerëz në moshë që nuk ecnin dot ose nuk dinin anglisht, isha shumë e kënaqur ta bëja si gjë, sepse mendoja po sikur të jetë mami im këtu nesër pas nesër, si ato customer service skills unë kisha shumë të mira, edhe merrnim goxha bakshishe, po prap ishte si punë, domethënë ishte shumë e vështirë. Edhe nga fakti që ndoshta ishte kundra orës biologjike të njeriu që duhet të çohesh në mes natës, domethënë nuk bëj orar gjumi të mirë. Plus ushqimi ishte skandaloz. Unë isha aq e lodhur sa nuk mund gatuaja kur vija në shtëpi, ja fusja gjumit, po t'ja fusja gjumit herët nuk të zënte gjumi për darkë. Kështu që nese, u smura aq shumë atë periudhë deri
derisa një këshilli im I gjeti burrit tim një punë në profesionin e tij, në IT. Keqja e saj ishte se ishte një qytet jo në perifer të Chicagos, po diku në mesi I Illinois, do thënë mesi I shtetit. Teknikisht nga qyteti ne jemi 2 orë me makinë në autostradë duke ecë kështu me 100 mile, domethënë, per hour. Dhe do thënë si një gos që jetoja në Tiranë gjithë jetës time, isha mësuar kështu me qytet. Do thënë mosha e parë që unë kam shkuar në fshat, mund të ketë qenë ekskursion, ku di unë në Voskopoj, me shkollën. Edhe pa pritur e gjitha veten time, do thënë në një vend si fshat, që ka vetëm misër, kudo që ecën. Ka kështu rednecks, katunar amerikan. Njerëz që ndoshta mund të kenë ngel këtu ose nuk e di, nuk mund t'i vësh shumë faj, po që Jo, ato e ka shpinë e tyre, aty ka ngel, po. Ato e ka shpinë e tyre, ose ke arti. Jetoj në këtë qytet, edhe teknikisht më ra që pak a shumë të sakrifikoja ato ëndrat e mia ose mendimet që doja që të bëhesha dikush ose që të ambacoja më shumë, domethënë, për të dhënë mundësi burrit tim që të paktën të avancoja ai. Kuptoj. Sepse në punën që ne kishim në aeroport nuk është se asnjëri nuk do fitonte profesionalisht, domethënë. Kurse të paktën tani ai rrugën e kishte të hapur deri diku, kështu që po gjithsesi edhe kjo ishte një situatë momentale derisa të kishte mundësi ndoshta që të zinte një pozicion më të mirë më afër qytetit. Kur erdha kisha shumë pritshmëri. Pavarësisht se në Shqipëri do të nuk është se isha njëri aq I lartë në profesion, po që kisha filluar deri diku një rrugë timen që punoja në bank. Interesanti ishte, po që të paktën kisha futur këmbët, si më thënë. Edhe kur më ra lotaria, nuk është se as kur e hodha, nuk është se e hodha me dëshirë të madhe. Kupton, po thjesht hajtë si ta provoj, nuk është di, s'ka për të rënë. Ja që ra. Po që duke pasur domethënë njerëz në Amerikë, unë jam rritur me këtë mendim që Amerika kështu, Amerika ashtu, domethënë vinin njerëzit nga jashtë, bënin sikur, ku diun. Ishte si gjë e madhe domethënë, edhe kur më ra mua rasti, ishte turpe dhe thuash jo nuk duhet shkoj. Tash I taksirati të ra do ikë. Njerëzit vrasin të jenë këtu. E drejt, shumica nuk e djegin llotarin. Mbas sa kohësh mund ta ndryshojnë mendjen, po në fillim janë shumë të rralla ata që e djegin. Edhe unë, edhe familja ime, domethënë, ishim me këtë mendim në shko provoje. Kush e di, ndoshta të ecën aty më mirë se sa në Shqipëri. Po, mirë, te ky fshati ç'a bëje ti? Okej, tani përderisa ai gjeti punë të mirë, unë detyrova që të punoja në punë të thjeshta si në supermarket. Po, në Walmart. Që pra nuk ishte aq keq sa në aeroport, por paka ishte të mërsi shumë e keqe. Lezemi që Amerika nuk është fare shtet social. Fare, nuk I intereson për punonësit. Se ashtu se çfarë? Sa merrin në orë? $15 në orë. Mos jetë nami, do thënë me ulta e mundshme, po që prap ishte me ullët edhe, do thënë një katërta e qa merr burri im. Rroga ime ishte kështu si kota biskota. Unë më shumë harxhoja se sa fitoja. Se edhe pjesa që duhet shkoj me makinë. Kjo gjë më ishte fare që gjithçka bëhet me makinë. Unë e urrej makinën, e urrej pjesën që nuk mund të eci dot, edhe këtu po s'patë makinë I vdekur. Zemra këtë nuk ta thanë si informacion për Amerikën. E dija, po ku di unë, në mendjen time isha kështu në New York, në Times Square, e kupton? Edhe erdha në suburbs, edhe u bëra kështu humble fare. Letërisht më goditi, domethënë Amerika. Po tani ç'a po bën? Dhe për momentin pata të probleme domethënë në punë që nuk pranonin as kështu recet doktorit, doctor's note. Edhe pse isha smur domethënë, prap ndodhi një keq kuptim, nëse edhe thash më mirë do e lë punën. A kërkove leje dhe nuk ta pranuan? Jo, nuk ma pranuan, edhe pse isha shumë keq domethënë. Edhe thash më mirë
më mirë tri pa punë, se sa të punoj për lëmosh. Ndoshta jam shumë, ku di unë, me bishtin për pjetë, mund të thuash, po që mendoj se nuk është mirë t'i ulësh standardet. E pas ke pasur hyrjen shumë kapitaliste amerikane me fshatin, me makinat, ata që të heshin nga puna edhe pse ti je smur, në të gjitha librat kështu anti-amerikane, janë këto momentet që përshkruan ti misrat countryside. Mësimi i parë që më dha Amerika është që këtu nuk do kesh asnjë lloj gjëje tjetër përveç pjesës materiale. Tu do marrësh lek, edhe do i thosh lekët dikush që të blesh gjë tjetër. Do thënë maksimumi që mua më jep kënaqësi për momentin është të kem ndonjë lek që ta çoj në Shqipëri, pavarësisht se ata nuk kërkojnë, domethënë thjesht është mendimi im që përderisa jam këtu, pse mos bëj diçka për ta. Edhe ku di unë, të shkosh nëpër supermarkete, të shkosh nëpër qendra tregtare dhe të harxhosh lek. Asgjë tjetër nuk ke çfarë të bësh, domethënë. Asnjë anë shpirtërore nuk mund ta plotësoj, le të themi. Tani çfarë bën ti gjithë ditën? Për momentin jam në shtëpi, jemi në një fazë ku burrim po përpiqesh që të ndryshoj punën, edhe që të lëvizim prap në qytet. Edhe do zoti, domethënë bëhet si gjë, kështu që prandaj nuk është se po e shty veten aq shumë domethënë për të filluar një punë. Fizikisht është edhe pak e vështirë se është një borë të mëshme, kushtet në dimër janë të tmeshme. Tash nuk e kam shumë qejf makinën, duan 2 makina për qenë të dy në punë. Më shumë humbet se sa fiton për momentin. Jam përpjekur edhe që të gjej punë nga shtëpia, po prapë është tmerrsisht e vështirë. Edhe kjo gjë më çudit shumë që sa erdha në Amerikë kuptova që ti nuk do gjesh kur punë të mirë nëse nuk ke një person brenda në ato kompani që ta kesh si referencë. Varet ajo. Rozela, varet, po ti për shembull gjatë kohës që ri në shtëpi, po them, duke qenë se ke punuar në bankë dhe je goc paktën nga të folura shumë e lezetshme e para dhe zgjuar. Je përpjekur apo ndoshta nuk e ke parë financiarisht që të bësh kurse apo se ka shumë Amerika online mund të bësh çfarë të duash. Po, jam përpjekur. Po gjithashtu edhe ndoshta edhe pjesa që u rrita çik më shumë, kuptova që edhe shkolla që bëra nuk kishte lidhje fare me mua si tip. Jam njeri shumë më i ndryshëm se sa dikush ndoshta që është dakord që të ulet 8 orë në zyrë edhe 3 aty, e kupton? E pra, po ti e the vetë që unë në shërbimin e konsumatorit the jam shumë e mirë, por kur më flisë për aeroportin, edhe merja bakshishe. Ndoshta këto talent që ke mund ta shfrytëzosh, sepse vërtet ti thua që në Amerikë duhet kesh miq. Po Amerika ka dhe atë që i mban njerëzit aty që ti je mundësi dhe kur realisht të tregon veten nuk të mënjanojnë ose nuk ka padrejtësi të paktën që ka në këtë vend. Aty ecën para, edhe mund të ecësh para. Sepse në momentin që ti futesh në një punë në Amerikë, është shumë e thjeshtë që të dalësh në krye. Sepse vetë amerikanët mendoj se nuk i japin shumë rëndësi punës ose domethënë të qenit më të mirët në punë, kurse shqiptarët ndoshta nga që kanë një lloj kulturë pune çik më ndryshe, plus që kanë edhe nevojën e lekut, kudo që shkojnë bie në sy. Sepse punojnë më shumë se pjesa tjetër. Nuk japin thjesht minimumin. Edhe këtë gjë e kam kuptuar që në çdo punë që isha, mjafton që ti jep çik më shumë se njerëzit e tjerë, edhe ti do vesh e re, domethënë, edhe mund të arrije që të ngrihesh në detyrë. Nëse do kisha pasur më shumë mundësi që të rrija tek këto punët respektive, mendoj se do kisha arritur që bëja diçka më të lartë. Jam një njeri që motivohet shumë nga pjesa shpirtërore, edhe në momentin që një punë nuk më jep atë pjesën e kënaqësisë, mendoj se e kam pak vështirë që të vazhdojnë më tej. Edhe këto punët që kam bërë kanë qenë shumë jo motivuese, prandaj as nuk kam dashur dëshirë, s'kam pas as dëshirë domethënë që të jepja çik më shumë se ç'duhet. Çfarë përshkruave nuk është motivuese për asnjë. Këto janë punë që asnjë nuk e sheh si karrierë, as Walmartin se ka parë njëri si karrierë përveç të zotëve të Walmartit, miliarderëve, po të tjerë nuk është se e shohin si karrierë dhe zakonisht janë punë studentësh ose të moshuar punojnë, imigrantësh në fillimet e tyre. Po ti në fillimin tënd, unë do të pyesja me bashkëshortin si shkon?
Ishte pak e vështirë në fillim, se siç të thash, asnjëri nuk është se ishte mësuar që të jetonte vetëm në atë lloj mënyre ose me dikë tjetër vetëm. Dhe ishte pak e vështirë pjesa për shkakun që duhet ndanin punët ose mosmarrveshje të vogla, domethënë për pjesën e shtëpisë, po që në përgjithësi shumë mirë. Ne kishim darë mendje që do ishim të martuar, edhe nëse do qëndronim në Shqipëri. Erdhi shumë më herë se ndoshta e kishim planifikuar, po që prap ne kishim mendjen e ndarë, si më thënë. Po juve keni jetuar bashkë më parë? Jo, nuk kishim jetuar kur në Shqipëri, kishim jetuar kur në vetëm. Kur erdhëm në Amerikë, domethënë e provuam tamam. Si një çift i ri, domethënë okay, ke probleme, po që jo gjëra tragjike. Plus domethënë unë mendova që në fillim që nëse unë do vi vetëm në Amerikë, imagjino të isha vetëm thash. Do kisha ngel pasi gjë që në fillim do kisha ngel akoma të xhaja im për momentin. Ne arritëm këtu ku jemi sepse unë kam një burr me vete, domethënë. Unë isha shumë feministe kur u takova me të, edhe tani thjesht feministi më doli nga trupi kështu kur. Jo, ti feministi je pra, po je në fazë tranzicioni. Duan dy njerëz. Kjo është dhe martesa, kupton? Në një moment dikush është më mirë se tjetri, ndihmoni janë katër duar për familjen, kështu që. Po, njëri tjetrin. Edhe jam shumë falënderuese sepse pavarësisht se ai është i moshë me mua, prapë nuk është se ka ato mendime që hajde bëjmë gjërat gjysmë për gjysmë ose ku diun ose fillo punë urgjent ose nuk e kam këtë presionin fatmirësisht domethënë. Edhe ai më ka lënë të lirë këtë pjesën që kur të kemi shumë nevojë, do fillosh punë, po për momentin kemi rënë dakord, domethënë që unë kujdesem për shtëpinë le të themi, kurse ai kujdeset për të ardhurat në punë. Në fjalimin tënd nuk pash ndonjë dëshirë për të kthyer në Shqipëri. Dëshiron të shkosh në Chicago? Është e vështirë dhe ajo pjesë, sepse ne të dy vim nga familje ku prindrit tanë janë mbi 60 vjeç. Edhe kemi shumë të presionin që me që janë në një farë moshe, pse mos timi me ta në vitet më të rëndësishme, domethënë. Dhe edhe nga burri im, edhe nga unë, është i njëjti presion, domethënë nga të dy anët për këtë gjë. Edhe qëllimi jonë le të themi për momentin është që të marrim pasaportën, që mund të aplikojmë për 5 vite, të marrim pasaportën dhe të krijojmë diçka në Shqipëri. Unë nuk e shoh veten time në Amerikë për të jetuar për një kohë gjatë. Do të unë e shoh si një sakrificë që po bëj tani për 5 vite, le të themi, edhe unë do iki. Do të thënë, nëse dikush më thotë që ardhmja jote do jetë në Amerikë, unë vras veten. Dhe këtë fjali ka thënë shumë njerëz dhe ardhmja ka qenë në Amerikë mbas sa vitesh. Kështu e ka filluar. Ti nuk e kupton diçka. Shumë njerëz që kanë ardhur në Amerikë vinin nga zona, lloj zonash nga Shqipëria. Nuk kanë ardhur direkt nga një vend që ata s'kishin asgjë, edhe erdhën këtu dhe ndjen si mbret, e kupton? Unë nuk është se erdha se s'kisha asgjë. Erdha për ta provuar, le të themi. Edhe kjo mendoj se është një diferencë që shumë emigrante kanë, që nëse ti vjen nga asgjë, sigurisht do të bëj përshtypje Amerika. Ke këto teftat që të thonë, "Ami ktheu." Po si të kthehen tash se erdha harxova gjithë to lek. Lash 2 vite gjysmë jetës time këtu, edhe çfarë të kthehem kot tani? Pa nxjerr diçka në dritë. Është shumë e vështirë që thjesht të kthehesh edhe pastaj është edhe opinioni publik që erdhi kjo, nuk s'ja doli, nuk e mbajti dot Amerikën. Që sado që je në Amerikë, domethënë, edhe njerëzit në Shqipëri nuk e njohin tamam se si është. Prapë është e vështirë që të shpjegohesh tek njerëzit që si është jetesa tamam. Edhe në qoftë se unë përfundoj duke ikur në Amerikë dhe nuk më pëlqen Shqipëria, do zgjidha një vend që është shumë afër me Shqipërinë, që është ku diun në Europë. Jona, Rozela është pak më e qartë. Pak të thotë të marrë pasaportën, pra ka një lloj plani këtu. Që ngushëllon për qëndrimin në Amerikë dhe patjetër mund të jetë edhe diferenca moshës, ndryshe nga Ili që e shpreu dhe vetë në fakt, moshë 40. Po se Rozela është 25, po. Dhe ndoshta kjo lehtësi në rastin e Rozelës vjen edhe për shkak të moshës, por edhe qëllimi të qartë, siç po e thoje, që e ka qëllim të qëndroj për aq kohë sa mund të qëndroj për të marrë pasaportën dhe më pas ta vlerësoj për rikthimin. Normalisht të kesh qartësi mbi qëndrimin mund të ta lehtësoj edhe periudhën e stresit që ti kalon ose përballesh atje.
në nivel emocional, nuk e di si po i përballon eksaktësisht. Rosel nuk folë më shumë për udhëtimin, për mënyrën se si ti ke punuar, lodhjen fizike, po dëgjova shumë pak për aspektin emocional. Ishte shumë e vështirë. Do thënë muajt e parë unë qaje për ditë ndoshta, edhe doja që t'ike, ose në më shumë se doja që t'ike, diesha keq që isha në Amerikë dhe nuk isha në Shqipëri me prindërit e mi, domethënë. Ose që nuk po bëja ndonjë gjë fitilpruese, ose nuk po arrija diku, domethënë. Se ti je 25 vjeç edhe mos kesh diçka të ëndën është e vështirë. Nuk është aq e vështirë sa ndoshta ti je 40 e mos kesh asgjë, po pavarësisht mua më duket vetja sikur jam me vonesë për të arritur ca gjëra. E kuptoj. Edhe e vuaj jashtë mase këtë, sidomos edhe pjesën që nuk është se kam ndonjë motivim ose ndonjë pasion specifik që dua ta kthej në punë, ose mund të kem domethënë ca ëndra në kokë që nuk i realizoj dot, edhe thjesht kjo është shumë pesimiste si gjë. E vuaj goxha, po që prap jam shumë fatlume që jam dikë tjetër këtu dhe nuk jam vetëm. Pjesa shpirtërore është shumë e rëndësishme tek ty. Referohesh pjesës të prindërve që nuk janë me ty. Po, pjesa e prindërve. Do thënë, ta mendosh që je kaq larg sa unë nuk shoqëron dot mamin tënd në një vizitë shëndetësore për shembull. Ose nuk qoftë se ai duhet diçka, unë nuk jam aty për t'ia plotësuar. E kupton? Përse e ke këtë përgjegjësi tek vetja? Vuaj shumë këtë pjesë. Përse është kjo përgjegjësi për kujdesin ndaj prindërve? Je fëmijë vetëm apo si qëndron kjo pjesë këtu? Nuk është se jam fëmijë vetëm, por kam të pjesën nga që jam si më e vogla. Edhe ndoshta edhe ata domethënë pa dëshirë ose pa e bërë kështu domethënë me vetdije, mund të më kenë ngarkuar mua me pjesën që më bën 40 vjeç. Edhe tani mua më duket sikur duhet t'i pleqëroj, si me thënë. Gjithmonë e kam ndjerë këtë pjesën që unë duhet isha aty për ata, edhe nuk jam. Po thënë, jam këtu për burrin tim e gjitha, po bëj gjërat e shtëpisë, po gatuaj, po ku di unë, po kujdesin për këto gjërat. Por mendoj se ata kanë më shumë nevojë për mua. Do ishte super gjë, domethënë qoftë do e kisha këtu, ose gjithsesi ma ka lehtësuar shumë edhe pjesën që ne kemi shkuar 2 herë në Shqipëri në këtë periudhë. Kur e dëgjoj njerëzit thonë, sa shpesh ke shkuar edhe kaq herë domethënë. Por burri tim i ndodhi diçka tek familja vet dhe jo desh që të shkonte. Edhe unë pash si mundsi, po shkoj edhe unë, domethënë pse do rri këtu vetëm. Pak a shumë ma hoqi pak mallin, ma hoqi pak atë mendimin që këta nuk janë keq, domethënë, edhe mund ta kem mendjen pak të lehtë, edhe mos ta vuaj aq shumë. Më hoqi edhe mallin e Shqipërisë, mallin e Tiranës, do të ndila në rrugët e Tiranës edhe qaja, se shifja gjëra historiste, domethënë, sigurisht shifja për herë të parë. Edhe mbaj mend, ka thënë Dalina një herë tek emisioni i parë që shkonte dhe shifte emisione live nga Shqipëria, nga vendet e Tiranës, domethënë. Edhe unë e kam këtë. Unë e bëj këtë vazhdimisht. Më merr aq shumë malli, do të thënë ndoshta nga që jam njëri që jam kështu me tip ndjesish, domethënë, edhe me vibe gjëra. Edhe mua më mungon shumë ajo rutina ime që kam pas aty. E kuptoj. Po edhe kjo që gjithçka këtu është e re, është pak friksuese, domethënë. Po nëse prindrit do të ishin atje, ose nuk do të ishin plotësisht në kujdesin tënd, ti do ta kishe më të lehtë qëndrimin atje, përballjen me emigrimin? Mendoj se do më ishte një peshë shumë të madhe nga zemra, si gjë, që ta kisha mendjen e fjetur domethënë në atë aspekt. Por gjithsesi, mendoj se gjëja që po më vret më shumë është që nuk po bëj asgjë për jetën time, që shkoj diku nesër pas nesër dhe ta arrij atë gjën që unë dua. Dhe nëse do të ndryshonin kushtet e juaja atje, pra do kalonit në një qytet, do filloje të studioje, ndoshta diçka, mësoje një profesion, do ishte një mënyrë ndoshta për ta menduar qëndrimin? Për atë përpiqemi, domethënë, që mundësisht të lëvizim në qytet, nuk e di, të lëvizim fare ndoshta në New York,
sepse di që ka më shumë mundësi pune edhe ka gjithashtu edhe shumë shqiptar, ndoshta është çik më edhe ajo pjesa që ndoshta i ngjanet çik më shumë pasaj rutinës time që kam bërë në Shqipëri, sepse është qytet, më shtyn ajo pjesa që të jetoj në qytet dhe në një vend që të kem pak presion. Për momentin më duket sikur s'kam presion mjaftueshëm, edhe prandaj nuk po bëj diçka. Jam edhe kurioze se si ti e kalon ditën atje, duke qenë se në këtë moment nuk punon, qëndron në shtëpi. Nuk është se kam një rutinë të veçantë ose që dua, mundohem që të dal, me ato dy shoqe që mund të kem krijuar këtu domethënë, mundohem që të dal sa më shpesh, sepse e shoh që nëse do mbyllem në vetvete, thjesht do bëhem edhe më shumë antisociale, domethënë. Kam edhe fatin që kam njerëz, domethënë familjar, që shkojmë aty gati çdo fundjavë, edhe kemi le të themi një dritare që mund ta hapet. Dita ime është shumë e thjeshtë, shumë bazike. Merrem me pjesën e shtëpisë, mund shoh filma, podcaste, gjëra për Shqipërinë për shembull. Mund shoh dokumentare, gatuaj, kam shumë qejf që të gatuaj. Do të thënë duke ndetur kështu kot them ta kisha bërë një fëmijë. Po rrish faktën ta bëj. Ose kisha marrë një mace. Po e di që është shumë. Do të thënë nëse ti ke një gjë që s'të lë pastaj të bësh sa duash, është e vështirë, kështu prandaj po më përpiqem që ta shtys sa më shumë. Rosela është e hetur për të zhvilluar, për ta mbushur kohën e saj, duket si një shpërdorim në moment që po do ta mbush sepse është e shkatët. Është e shkatët dhe vetë tha që aty dhe tek ato gjërat e vogla që bënte, të thjeshta ose banale, siç do i quante kjo, edhe aty kishte sukses. E vetmja gjë që unë mund të identifikoj të paktën në pjesën time është faji që shumë shqiptarë ndjejnë, një faj iracional, jo shumë me bazë për prindrit. Ndjen këtë përgjegjësinë kur janë jashtë për të ndihmuar, për qenë prezent, për të përmbushur pritshmëri që ata janë të pamundur të realizohen sepse duhet të fokusohen pak edhe te zhvillimi vet, para se kalojnë tek ndihma këtu. Por kjo, siç e thotë vet, nëse nuk do ishte si përgjegjësi, do ishte pak më e lirë, tha. Po pritri 60 vjeç janë, zemra të rinj janë. Kam probleme shëndetësore. Është kjo pjesa që dua që ti përmbush sa më shumë. Do të thënë si unë e si burri, kemi totalisht njëjtin problem, domethënë, edhe na Rosela, se çfarë do t'i bësh prindërve, si do përmbushen, prindërit përmbushen thjesht duke qenë i mirë me shëndet, kupton? Nuk është se patjetër përmbushja është që ti si te Vullmarti, po je tek një gjë tjetër. Ajo ata nuk kërkojnë asgjë. Absolutisht, po këto djenjat e fajt janë trurin tënd, po janë të paqëna dhe nga diskutimi edhe yti dhe historisë së kaluar, po dhe historive që do vinë, shumica e gjërave janë të paqëna në mendjen tona. Shumica e zhgënjimeve vijnë nga pritshmëritë që ne i kemi kot në trurin ton dhe shumica dhe dëgjojmë shumë gënjeshtra përreth apo bazohemi shumë tek gjykimet. Dhe ti thua për shembull s'kthen dot Shqipërisë është opinioni publik e këto, se kush opinion publik do merret me ty që kthehesh për shembull, nuk e di. Po kështu kam menduar dhe unë, kupton të tërë. Po se kush është ky opinioni publik që na bëri dëm, asnjë s'të bën dëm. Dhe prindrit, dhe po t'jesh aty ti, dhe po të kenë smundje, s'ke çati bërë smundjes atyre. Kështu që njerëzit mendojnë që larg qoftë, ndodhe e dita unë s'do jem aty. Shumë nuk kanë qenë. Fillimi është shokus se je larg, po prap dhimbja është e njëjtë në çdo vend. Kështu që ajo s'ka s'është për të menduar se 60 vjeç tash jeton deri në 99, secili ka të shkruar jetën e vet, nuk është se do e ndihmosh ti rrjedhën e jetës të tjerëve. Mjafton të flasësh, të kesh marrëdhënie shumë të mirë, të kenë mirë ty edhe kjo është një marrëdhënie që ndërtohet. Ajo ç'a unë të thashë në fillim, se të lash pak të flisje me Jonën, dhe ndërkohë kam një vajzë për momentin emigrante me shkollë që po më shkruante në telefon, kishte një urgjencë, kështu që edhe unë u shkëputa pak, si puna jote dhe ajo jashtë, por ajo që unë do të thoja është që ti je një gotë që ke ambicet e tua, dhe absolutisht e citove që në fillim edhe në letër e kishe këtë fiksim të fjalën më mbaj burri, që thash është okay sepse jeni çift, jeni bashk, kur shkalon njëri periudhë, tjetri e ndihmon. Kjo është pjesa e bashkëshortëve e familjes. Aty ka shumë mundësi, të paktën online, pa dal nga shtëpia, në këtë borë që do zgjasi deri në shkurt mars, ke shumë mundësi për të bërë kurse online sepse ato do të vlejnë. Këto po ta themi këshill praktike, se pjesën tjetër mund flasësh me Jonën. Por të vlen këto, sepse ato i shohin shumë këto gjëra në përpunë, edhe mund të shkosh, paktën krijo mundësinë që të
kualifikohesh sa më shumë në gjëra që ti ke qef dhe pastaj mund të dalësh, çel pranvera, çelin lulet dhe shkonin në Chicago dhe pastaj ke edhe ti mundësi. Sepse Chicago është një qytet shumë i madh, është dhe i bukur. Po, është vërtet i bukur, prandaj kam qef domethënë që të lëviz edhe të shoh si do ishte jeta ime nëse se ato pritshmëri kisha që do jetoja aty. Edhe kur më ra pak kështu, kur s'lunda që të bëja si gjë nga ato që kisha menduar, domethënë, më ra pak si shok. E pra se zhgënjimi është kotësh në trurin tënd, se ti pret ato dhe ato mund të ndodhin, po çdo gjë ka kohën e vet. Po ndërkohë që ti ke gjithë të kohën në duar, atëherë këtë thash, meqense ti nuk e do as bankën dhe nuk e ke parë veten ulur dhe meqense ke thënë në customer service, nëse ka Amerika një gjë, ka customer service, ka çdo lloj pune në shërbim, në marketing, në PR, në service, ato janë consumer, ti the, çfarë të blej unë me këto lekët që mora nga shitja e një gjëje, do blej një tjetër. Ata janë konsumatorët, ato muhabet bëjnë. Kështu që aty është një vend i artë për njerëz si ty, edhe je në një moshë të artë, domethënë një moshë që mund të përshtatesh shumë mirë dhe bashkëshorti është fut në profesion dhe ti unë nuk besoj që ta kesh fare të vështirë. Nuk jam kundër, Shqipërinë shife, po jam një çik edhe për të parë se çfarë bëhet atje. Të futet pak ajo në gjak. Qoftë edhe një film atje, një gjë, një lajmet, një CNN, një Fox News. E fut dhe një çik atë sepse të ndihmon dhe ty pastaj që në customer service në çfarë do të bësh lexon dhe njerëzit i kupton më mirë ata. Se redneck e kishe mësuar si fjalë. Unë nuk dua të largohem. Unë dua që të largohem nga Amerika pa e përjetuar Amerikën. Po pra, po do e përjetosh, unë kam shumë besim që do, nëse jeni dhe një çift i ri, e rëndësishme është që jeni bashkë, keni bashkëtuar për herë të parë dhe kjo po jetën mirë, ëh. Kjo është shumë e rëndësishme, se mund të provoni dhe thoni kush je ti, kush jam unë, të njohim njëri tjetrin. Edhe është bashkëtesa e parë, që këtë. Bashkëtesa e parë. Kështu që ti duhet të jesh pra shif gjërat e bukura, prindërit i ke mirë, e rëndësishme është që ju të dy jeni bashkë dhe po bashkëtoni shumë mirë bashkë. Dhe ai ka gjetur një punë që është okay, është në pak a shumë në profesionin e vet, do kërkoj, ke një partner që lëviz për të bërë gjëra dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe që ka ambicie. Dhe ti vetë do lëvizësh për të bërë gjëra edhe do t'i bëni. Do trashëgoni, do ashtu, do gjitha të rregullohen. Edhe këtu në Shqipëri vjen sa herë të duash. Unë besoj se ti do përshtatesh shumë mirë. Po në çdo lloj rasti, besoj që duhet të rëndësishme edhe kjo që njerëzit ta dinë. Nuk është dështim o kthy. Sepse e mbajnë ato si peng ndonjëherë dhe kur janë të lumtur aty rrin vetëm se duhet rrin, po. Rri atje ku je më e lumtur, po jepi kohë që ta vlerësosh këtë gjën, edhe për momentin duket se kur flas gocës sime tash. Për momentin. Po ma për jam me gocën tate, kështu që. Po patjetër, po se ajo do të kthehet edhe unë tash po i flas asaj. Kështu që vlerësoje, take your time. Shfrytëzo kohën, shife të vi pranvera gjithmonë një kohë shumë e mirë, sepse në dimër nuk është se duhet merren shumë vendime. Faleminderit shumë Rozela. Edhe në ndish dhe ne, ose u tha shif Amerikanin, po, në ndish. Ju ndjek, edhe jeni nga të pakët, do me thënë që ju ndjek gjithë emisionet që bëni, së mos atë gosët e panë manuali, do me thënë e shok shumë veten të ato, edhe si mosh, edhe si mendje, po, janë të lezetshme. Edhe kam shumë qef. Ju shumë mirë vazhdo se ju monetizoni nga Amerika, kështu që na intereson klikimi juaj. Mund të hapësh lajmin, edhe tek ato bashkëshatarë, thuaj vetëm klikoni. Faleminderit shumë. Faleminderit. Okej, kjo ishte një histori që mami me quante kur thonë si është ky filmi Limonat. Pra ishte një histori më e lehtë, pra se ashtu e sjell Rosela. Mund të ishte dikush tjetër që dramatizonte. Si është puna e psikologe, se the shumë bukur, ashtu e sjell ai, varet se si e sjell. E gjithashtu tamam, varet si e sjell, varet çfarë pritshmërish ke. Sa gjëra janë ineksistente në këtë jetë, është e çuditshme fare. Sa gjëra, sa më të thjeshta mund të ishin. Po, anyways, do vazhdojmë me depresionin e vitit parë. Ndërkohë kemi një zotëri në telefon, i cili është në prag divorci. Dhe Elona, çfarë emri? Beni, ke vënë një emër. Se janë të gjithë me pseudonime, po Elona merret shumë me pseudonimet e femrave, janë më shumë të bukura emrat, Rozela, Elia, nuk e di. Kurse meshkujve nuk është marrë shumë, i ka vënë thjesht Beni. Okej.